Punimet për rehabilitimin e linjës hekurudhore mes Tiranës dhe Durrësit, si dhe zgjatimin e saj drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës në Rinas do të shoqërohen dhe me zhvendosjen e disa linjave të energjisë elektrike përgjatë trasesë së trenit. Operatori i sistemit të shpërndarjes pjesë OSHE Group do të spostojë linjat ajrore dhe kablore që ndodhen pranë shinave pas një kërkese të bërë nga Hekurudha Shqiptare në kuadër të projektit për modernizimin e hekurudhës. Sipas projektit, një pjesë e rrjetit të energjisë do të kalojë me kabllun nën shinat e trenit për të garantuar distancat e sigurisë dhe funksionimin normal të linjës. Linja hekurudhore Tiranë-Durrës me zgjatimin drejt Rinasit do të ketë një gjatësi rreth 39 kilometra dhe 11 stacione. Trenat elektrik pritet të përshkojnë distancë mes dy qyteteve për rreth 22 minuta. Ky projekt synon të përmirësojë transportin publik dhe lidhjen me kryeqytetin, portin e Durrësit dhe aeroportin, ndërsa operimi i plotë i linjës pritet të nisë në fillim të vitit 2027.